Mjeku i urdhër, ja 3 gjëra që nuk duhet t'i bëni pas orës 9. Cigare. Ulëmtimet kanë treguar se ata që pinë cigare vetëm para se të shkojnë në shtrat janë shumë të lodhur të nesërmen. Gjithashtu duhan pirësit shpenzojnë më pak në fazën REM, sepse nikotina liron serotonin hormon. Mish për darkë, nëse ju nuk doni që vakti të shqetësoj gjumin tuaj të fort, hani ushqim të lehtë para gjumit. Tretja e proteinave në trup shpesh është punë intensive e vështirë, ndërsa trupi është në gjendje tjetër. Recipeta shumë të ngushta. Rroba shumë të ngushta pengojnë ciklin gjumë, duke çuar në një temperaturë të rritur trupore si edhe duke zvogëluar nivelin e serotoninës. Pra, ne ju rekomandojmë që të flini me pijama sa më të rehatshme për të patur një gjumë sa më të qetë dhe të rehatshëm.